ata të cilët e të bojnë arë dhe argjentin për qëllim paran dhe nuk japin zekatin, përgëzoj ata me dënim të dhimbshëm, atë ditë kur pasuria e tina skuqet në zjarr të xhehenemit dhe me të hekoroset, ftyrat e tyre, balli i tyre, shpinat e tyre, e djathta e tyre, majt e tyre, me zjarr dhe thuhet shijoni dënimin e dhimbshëm për atë që keni ruajtur. Një gabim është kjo gabim fatal. Nuk ka kjo boll. Në zekat nuk ka boll. Nëse ai thot bolli ka ndihmu që tani tekstualisht i bie boll e kam dhënë zekat. Tash unë tekstual në mënyrë indirekte i bie boll kam dhënë zekat, boll kam nxjerr pasuri, pe pasurisë tam, më po du më rujt për veti. Ke i bie me sjell një krahazim, bolli më fal. Boll kam agjeru. Dhe kjo ndodh të disa njerëz, subhanallahu. Ndodh të disa njerëz, madje nga pleqnia, kur i afrohen vdekjes, në vend se me shtu intensitetin e ibadetit. Ai shkon e lën kret, thot ballin fal, ball kam agjeru, s'po më tash më lodh. Ta në fund i ban. Nuk e një më lodh pak. Po mund të më agjeru, dhe ai vetë dhe që mund të më agjeru. Por thot ball kam agjeru, ose ballin fal, ose kjo në këtë rast ball kam dhënë. Në zekat nuk ka ball. Zekati është sasi fikse e përcaktuar nga ligjvënësi. Nuk është pasuria jotja. Është hak i shoqërisë, hak i fukaras, hak i të tjerëve. Për ata argumentet kanë ardhur shumë kërcënuese. Për shembull, për ata që nuk jap zakatin, për shembull, inna alladhina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata thumma la yunfiquna fi sabilillahi fabashshirhum bi'adhabin alim yawma yuhma 'alayha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum dhuqu ma kuntum taknizun. Ata të cilët e të bojnë arë dhe argjentin për qëllim paran dhe nuk japin zekatin, përgëzoj ata me dënim të dhimbshëm. Atë ditë kur pasuria e tina, këtë rast arë dhe argjenti, na jetë sekura, por në këtë kohë edhe pasuri tjetër çfarë do qoftë, skuqet në zjarr të xhehenemit dhe me të hekoroset, ftyrat e tyre, balli i tyre, shpinat e tyre, e djathta e tyre, majt e tyre, me zjarr. Dhe thuhet shijoni dënimin e dhimbshëm për atë që keni ruajtur. Pasuria është emanet. Ty të ka dhënë Allahu pasurinë, mirë. Por një pjesë të saj kanë hak shoqëria. Ky është urdhri i Zotit, nuk është zgjedhje imja dhe jotja. Se Ramazan, nuk mund të themi se është zgjedhje jonja. Jo, marrë është urdhri i Zotit dhe ne i përgjigjemi urdhrit të Zotit. Përndryshe pasën rreziku, pasën dënimi fakt. I përgjigjemi urdhrit të Zotit, shpërblehemi. Ata që refuzojnë urdhrin e Zotit janë të rebeluar, pasën dënimi. Pra nuk ka mes asaj dhe mes asaj. Zekatin e ke bërë që musliman.